kur të vitë çështja e GPS, ngrihet dorën ti. Ai do jetë varri jot ligjor dhe politik. Gjipeja, pusho. Kështu që të dashur miq, po ju them që është mësuar ky kryeministër për të fshehur pas të tjerëve, është mësuar të kontrollojë me buton mediat këtu, saqë ka arritur disa prej tyre t'i bëj edhe qesharake, se jo një dy, po janë disa media që janë shndruar sot në Shqipëri, media varikarlon, saqë për çdo vjedhje të qeverisë, për çdo krim, thon fajin e ka opozita. Keni para apo jo? Ja këtë, por mediat europiane dhe mediat amerikane tashmë kanë filluar t'i bëjnë një ekspertizë narkoshtetit shqiptar dhe kreu të narkosit. Tashmë nuk shiheni dot më, sepse ky vend është bërë vend ku pastrues parash droge, kriminal, kartele janë ulur këmbë kryq. Me to Edi Rama ka bler karrigen, me ato ai e mban atë. Të përfundoj fjalën, po. Me ato para ka bler heshtjen e mediave dhe disa pseudoanalist. Me ato para të ndyra droge ka bler imunitet. Madje ka hyrë thellë për të bler dhe segmentet drejtësisë së re. Por tani me sa duket nuk po i menaxhon dot gjërat si më parë. Tani është në panik, sepse e ndjen. Po, fundi politik po ju troket. E ndjen ai më mirë se sa ju. E ndjen ai më mirë se kushdo. Kurbani i fundit shumë shpejt do të jetë vet ai. Dhe kur të jetë ai kurbani i fundit, do ta shihni kur do ta bëj librin Kurbani. Faleminderit. Zoti Ardit Bido, keni kërkuar fjalën në procedurë. Përmendi. I vetmi flamur i cili nuk di se kush ka ngrit flamurin, u qua sot sërish dhe në një moment që unë prisja për herë të parë në jetën time ta gjoja se si doktori vogël që është prisja që do fliste për shëndetin publik, vendosi që të na rrëfej për herë të disajt se si deputeti i vjetër shumë legislatura thyen në mënyrë të hapur rregulloren që në nenin 31 përcakton se kuvendi ose komisionet nuk mundet të diskutojnë dhe të vendosin për çështje që nuk janë në rendin e ditës. Në fakt, zoti kryetar, unë besoj se në këtë kuvend dhe marrë me gjithë për ulljen si një deputet i ri, ju takon si kryetar që të mos e lejoni më këtë fyerje të inteligjencës që na vjen nga doktorët e vegjël, me përjashtim ndoshta doktorit të madh që mund t'ja lëm ndonjëherë të flasi, sepse nuk ka kuptim që të fyen të gjithë deputetët të cilët pas pak në jashtë rendit të ditës do të kenë mundësi që të flasin. Flamuri i vogël, edhe doktori i vogël një herazi, ka një lidhje shumë të fortë me mua. Ai është me shumë familjar sarandiot. Kur ka qenë në kryet e entit banesave, rastësisht në Sarand dolën të gjithë familjarët e tij pas tre dhe kanë nga një banesë. Dhe del dhe guxon dhe përmend një rast që ka përmend edhe tjetër, prandaj po ja bëj replikën në tërësi, që ka të bëj me një dokument i cili ka qenë i mikrofilmuar në arkiv që në vitin 2001, kur kryeministër besoj mbani mend që ka qenë zoti Ilir Meta, dhe unë e pas kam falsifikuar. Një dokument që është i skanuar nga viti 2001. Isha 14 vjeç. Atëherë kur zotëria shpërndante këto apartamentet që duhet shkonin për të pastrehët te familjarët e tij. Ky është abuzim. Zoti Noga s'ka replikë mbi replikën. Urdhro? E përmendi pra? E përmendi. Zoti Balliu, keni kërkuar fjalën? Për çfarë?
Këta pse me forcë merret fjala? Ç'do kjo? Fjala nuk merret me forcë. Përse të takon? Për çfarë? Për çfarë? Për procedurë. Për replik nuk të takon, për procedurë po. Për replik jo. Procedurë. Faleminderit. Tani, të falenderoj se na ktheve humorin. Na bëre të qeshim. Jo, të falenderoj. E di që unë nuk përmenda emrin, po të piskova aty në shpirt ku të dhem fort dhe të dhindi sigur të ishte një piskim gjarpri. Pse? E diti ku fle lepuri. Lepuri fle në gjipe. Lepuri fle në gjipe. Aty të 22 hektarët. Por, mos kujto se kreu i narkos do jetë gjatë në atë karike të mbroj. Jo, ajo gjipeja do të bëhet makthi jot. Makthi jot. Sepse ti ke urdhruar dhe je hartues dhe ideues i një falsifikimi, je ideatori i vjedhjes dhe i rëmbimit të pronës së himariotëve. Ti. Dhe vetëm ti. Kështu që e di që ke gjumin e prishur. Të kam parë se të njoh herët kur vije qajshet e unë më të ndihmoja me hymne i punë me një gjë në kështu. E mbaj mend. Po ti. Fusje, ti. Edhe përbetoheshe se ishe votues i PD-s, unë më vinte keq dhe doja të ndihmoja, pra të njoh mirë. Por çfarë jam duke thënë? A di çfarë shoh? Ja, është dëshmitar e Bujari. Ja, Bujari. Është edhe shpëtimi Drizit dëshmitar, ti e di mirë. Po. Ishe gati të fshijë kpucët, por më dëgjoj tani. Nuk ta zgjidh dot hallin. As ta Hollandis ta zgjidh dot hallin. Ka dhe të mbaja e. Hallet e atij të mbaja. O Rafik Gurra nuk e let qetë fleras atë. Priti. Gjipeja ty s'do të lërë vesh gjumë deri kur s'kosh të vendi. Mba e mend. A kjo është arsyeja pse ju çoheni të gjithë kur sulmohet kreu i narkos, sepse ju ka fut gjithëve në një tavë të gjithëve. Pse nuk reagojnë? Ka shumë socialistu, por nuk ndjehen të piskuar. Pse? Se atë lugën e çorbës nuk e kanë hëngër të gjithë. Atë shijoj luga, ata shim hap bishtin. Tash i prit bishtin. Është shumë kolegëve të opozitës që të ndalojnë së foluri për historinë e kombit tonë se na i bëjnë pis. 1443 është viti që ka ngritur flamurin Skënderbeu, por e kuptoj. E kuptoj edhe arsyen sepse përmend himarën zoti Noka në çastin që po flet për gafat e tij historike, sepse më kujtohet në zgjedhjet e kaluara të himarës se si kandidati i atëhershëm Petro Gjikuria shënonte flamuris Nokas që kishte vajtur në fushat. Kështu që spres nga flamuris Nokas sipas zotit Gjikuria edhe jo sipas meje, që të di as kush e ka ngritur flamurin, as nga kolegët e di se kur është ngritur flamuri. Ajo çka dua të them në nivel personal është diçka e thjeshtë. Sa bën kostumi yt sot është pasuria ime totale. Dhe këtë e din shqiptarët. Dhe ta theksoj edhe një herë për atë që po thua për Gjipen, që ka qenë dokument i skanuar në vitin 2001, i gjendur në arkiv, i mikrofilmuar, me datë eksakte. Kështu që i bie që unë në moshën 14 vjeçare, për t'i bërë qefin flamuris Nokas që të flasi në parlament, kanë vajtur në arkiv, ndoshta mendimën e Ilir Metës që të fusja një dokument që pastaj të na fliste poshtë fotografisë së Spiro Milos që ka djegur Borshin dhe Kallaratin e Himarës, flamuris Nokas e të na bëj leksione patriotizmi me milionat e eurove të cilat i ka, me shtëpite familjarve që i ka në Saran, ndërkohë që sarandiotët e mi aty janë akoma të pastrese, i ka glabëruar palatet e enteve të banesave flamuris Nokas, dhe
një herazi të më bëj moral se i kam vajt në njerë për punë. Unë kam që 14 vjeç që punoj në privat që 14 vjeç, kam të ardhura 2 shifrore që në moshën, më falni, mbi 1 milion lek që në moshën 19 vjeçare në privat, diferenca është që t'je shumë i pasur pa punuar asnjë ditë. Zoti Balla, fjala procedurë. Për replik. Për replik. Po ti të re sy për sy. Nuk quhet replik me replik. Zoti Himçi, deputet i ri. Nuk është replik me replik. Po u dhash një fjalën dhe se mora. Po të thash pra zoti Balliu, keni kërkuar fjalën procedurë. Gjithsesi do ta marrësh, mos u mërzit. Po Flamur, unë thash se sot do e kërkoje fjalën këtu për të sqaruar këtë punën e 28 nëntorit. Ndaje këtë punë tani, ndaje këtë punë se unë mendoj që dhe ty dhe Lulin, Saliu ju zgjedh kështu si jeni. Dhe nuk që nga rastësi që ishte vetëm Luli Gavali. Ju që keni të gjithë. Tani merruni me Salianin, se u ka zonë halli madh. Merruni me të tani. E pe ç'bënde Saliu sot? Janë aktivitete private dha. Janë aktivitete private, madje në akuzoi dhe Ani Dyrmishin si organizator të mitingut Durrësit. Ne shqyqyr që ju kemi, ta kam thënë 100 herë, ne shqyqyr që ju kemi, keqardhje për Shqipërinë që ju ka, edhe për partinë që ju ka mbetur rahmet past. Prandaj, Flamur, siç ta tha kolegu im i dashur, ti do mbahesh mend si vetmi Flamur që nuk di as kur është ngritur Flamuri në Kruj, as kur është ngritur në Vlorë, as kush e ngritin në Kruj, as kush e ngritin në Vlorë. Flamur, thello në histori Flamur se lenam. Faleminderit. Zoti Balliu, që po replik 2 herë replik s'mund ta merrni. E replik e morë herën e parë. Zoti Balliu, procedurë. Po, faleminderit.